Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i kërkoi qeverisë të shpallë gjendjen e fatkeqësisë natyrore për gjitha ato zona të cilat prej ditës së dieshme po përballen me përmbytjet. Në një konferencë me gazetarët, Berisha vuri në dukje se mijëra familje biznese në Durrës, Lezhë, Shkodër, Gjirokastër e në disa zona të tjera të vendit u janë dëmtuar shtëpitë e bizneset si pasojë e përmbytjeve, ndaj shteti duhet të ndërhyjë për t'i ndihmuar. Gjendja është jashtëzakonisht e rëndë. Java përsëri nuk premton qetësim të motit. Shpallja e gjendjes fatkeqësisë natyrore në të gjitha rrethet e përmbytura, nga Shkodra gjerë në Gjirokastër, se edhe në Gjirokastër ka përmbytje. Edhe në Pogradec ka përmbytje. Është domosdoshmëri. Berisha ju kundërpërgjigj kryeministrit Edi Rama dhe qëndrimit të tij për përmbytje, duke deklaruar se korrupsioni është arsyeja pse qytetarët sot po përballen me këtë situatë vështirë. Takspaguesit shqiptar kanë paguar për mbrojtjen e qarkut të Durrësit 42 milion euro investim. Por korrupsioni ka bërë që hidrovori Porto Romanos kolektorin ta ketë në kotën mbi 70 cm. E kuptoni se kur fillon të funksionojaj, pra le të përmbyten një 70 cm, pastaj të filloj të evakuoj ujra. Kurse hidrovori i Hamallës prej 8 muajve i ka pompat jashtë funksioni. Ndërkaq në lidhje me aksionin e opozitës dhe protestat, Berisha preferoi të mos thotë asnjë datë kur nisin ato, duke deklaruar se do të jetë tryeza e forcave opozitare që do ta përcaktojë. Ne shkojmë në tryezë të hapur për të dëgjuar, për debatuar, për diskutuar me të pranishmit dhe vendosur së bashku mbi qëndrimet, protestat që do ndërmarrim në vazhdim. Edhe pse tryeza e latëve do t'jap vendimin përfundimtar për nisjen e protestave, mësohet se data 24 janar është më e mundshmja për protestën e parë kombëtare të opozitës për këtë vit.